Koha ka kaluar si një erë e ftohtë që merr me vete kujtimet, por disa plagë mbeten gjithmonë të hapura. Një burrë që ka jetuar një jetë të thjeshtë, por jo pa dhimbje. Historia e tij nuk ka shkëlqim, por ka dashuri, durim e shumë mall. U martova me mësit. Siç ishte zakoni atëherë. Nuk e njehja, por Zoti kishte caktuar që ajo të ishte gruaja ime. Dhe më pas si kuptova se ajo ishte drita në jetën time të zymt. Dhe pse kushtet ishin shumë të vështira, nuk ishim asgjë përveç njëri tjetrit, por kjo na mjaftonte. Vetëm një gjë nuk arritëm të bënim kurrë, të kishim një fëmijë. Dhe kjo mungesë më ka ndjekur gjithë jetën si një hije e rëndë që nuk largohet kurrë. Sot shoh botën si ka ndryshuar, por dashuria e pastër që ne patëm sot është bërë rrallë, gati e zhdukur. Dhe kjo më dhëmb po atë sa dhimbje që mbart prej vitesh. Qysh e ki emri? Zemre Sopa, Prej cilit vend? komunës Cerandës Cuarekës, fshatit Bokash. Edhe sa vjet i ki? I kam 61 i maj. 61 vjet. Po. Edhe qysh jemesh ne? Mirë, shtu po qafa, për qafas që janë kolave këtu që 4-5 vjet. Po. Kjo bon jam ka pëlqy, bon e mirë, që 4 vjet ve, e me gjithë shoqen, për veti shumë mirë ka pëlqy kjo bonja. Po. Se jo me shku për shemën. Apo të bën hajrës? Po, që 4-5 vjet që ve, Po. gjithë mirë hajrë më banë, jo që me posë shërë në ten, e që të herë nuk e në rej këtë vend, që të më ka pëlqy këtë vend, që të më ka me arë. Ki ma ma Po, lagë pak, po autobuza nuk po kemi, e që s'ka autobuza me dranë po vime dhe shumë, e ka pëlqy këtë vend. Kalzom që ka man men prej kur e ka një vogël, a kësh ku në shkollë? Shkollë pak e heq. Thonshin plesh të tonë, ka shku mosa pe kërshitës e ma mush. Po. Hajtë me thonë shatë bodalë shkajnë të thonë ta. Ere e vërtet që unë tarë koha mosa të shku për që një dhe kur me skulmi në ma mush. Pse u arë kjo kohë? Paj, tashi bje shkën pelshojnë, e tashi po kanë qafë gjinja në rash. Tashi shatit e na Maqiteva, Dolloci, e tashi janë të shtru rrugën Dolloc e me danë Shtrps. Qetre, Budako e më lidhë me përvalën, rrugët mija. Po poncime i botreme, poncimi, këtë rinja iken, përshka iken, peqif. A ke menu të në herë me jetu jashtë? Jo. Veç unë e shoqja jemi, smisë kena që 25 vjetin e martu, me dima sociale 120 herë i marë, këtë vinaz mujtë. Rëjnë me taktimin e shpijet, ujësjeltin, i trenetin, veç hoxha e bërblokin të marin, të qerat këtë kam i pagu. Edhe në atë kohë qëfar kushte i keni pas? Sa e kom pa martu? Edhe atë kohë, atëherë, koha mirë atëherë. Mirë atëherë. Ka pas dashni nërveti, kanë pas muhabete. Sot, e të ma heq më qafës do me t'i pasujt. Ja, unë po du ty, po du parizat Zotit, e jo për i tres. E pse ka ndryshu që kjo dashni mes njerë? Shka po t'i be vota eme, që kish pason janë i ta i bi për shkanuse, vëllaj bopë sa s'po besoj pa do të loma s'pa ijes. E këtu vota eme, nuk po t'jetë. 3 herë më ka në rejë militia në të pensat, tash i marrë me 120 era. Ka më shkuj me 120 era. A e ka në ushtri? Jo. Kalzom, që ka men prej luftës? Prej luftës moj men që janë kom për para dashni kanë pas. Tash i mas luftës, vishë janë të këqyë mu lagu. E nuk ban tash mu lagu, tash i dohet mu bashku.
me shku me ne të njëni shoqi, e jo me qyë shtem, ti shkam qyë shtem, ti shkam amora me gjen. Ate u konë qetra ku atë heb bishe vëta. Tashi, më lidhë me nërveti, më mund shmen, po, ka të kina. Çka është pyetje këto, interesi? Interesi që shë, interesi. A po t'vjen ty kamioni, që thajde po t'vjen me bërblok, nuk për qëtë jetë në kont, po për qëtë në rek. E, s'ka aja punë, a omi aja, heq. Zinje të reka. E to qera pësenet. Çka ki punu ma për para? Ku pun pas punu nomat më dojë në shtarije, në kontratë. Si punëtorë më jeshtë ati, e tashi në shpi. Tashi 120 euro dimet se t'jade, e mos ku gjënë sa. Po sa po mëni mja dalë? Po qysh mazve, po bërë që dhe të përko shush një po një mujnë. Se pas sa po që to 120 euro, tonë të mjeki kom pas një vjetë, që mund për i kamës. So një rashtin në fije, të gjeta që atje ka Prishtina një mjek. Ere, sa u bon për atjen, tashi që 4 vjetë vinë të në bojnë. Pejes. Edhe kalëzam në atë ko, a keni pas neja në përoda, bura? Neja në... Një kon familje ma? Neja në përoda shkojshëm dasmat, ku nga tate, të pangjie, të dekja, qera. Sot janë bon gjinja qëtër në ryshe. Datë mja, vish këne merë nusën, anë një drek, në banket në hotel, ma... A të pëlqenë ma shumë darsma të atëherit në atë ko atash? Të atëhershit po, tashi, pare që po, pi hajgjitin po në për hotele. Qërë tashi kush është afë, që s'ka të marrën, që do të minimoj që atina. Që bane datëmën, po, ma mija ta din pëndeja qaj fukaraja, sa të qerat. E qaqë. Të në këto vite, qka ke mësu prej këso jetë? Për të jetë të zvallaj me mota, ka që... Unë e ma shko do të më thonë ty, edhe zotit që kom shtu, që ke kryja ime ke, që 25 vjetin e martus, mi s'kam. Me që unë e gruja, nona më ka dek që 7 vjet, baba 93 ka dek, një vlam ka pas dek 86, 27 vjet. Ere, që to... Sa ishe fështirë me jetu pa prind? Allah, unë shumë. A ky mali do më lajtë, si jam një heq. E unë, nona konë me mua, 10 dit pa deke ka morë blavi madhe. Sënë për më nonën. Aja deq, vishë bëjke me këj të unë më arë. Aja vishë bëjke me gishtë. Qëfar këshile e man men prej nonës, babës? E nonë, unë me ta kumë pas që u jetën shumë mija. Po tash në shpitë tonë nuk po dënë me të po vlavit me strime një trejme. Vlavin, që të nërishë është, vlazni t'jenë, po nuk jenë vlaznia që shemi konë. Ka dikun që shkonë vlaznia, hajnë nërveti, pinë, ne jenë. Tashi s'ka mo. E qaqë më trejme. E përmenet që me grunë, do me thane ka lëni shumë mirë bashka? Po që 25 vjetë jena. 25 vjetë edhe? Sa vjeti ke pas kur je martu? Po, unë jam i lindja 1960 Po? 60 të i beat 30 vishmek. 60 36 vjetë. 36 vjetë. Po. Edhe, a gjithë e veta me mësit? Jo, dojt i kam frizaj, e ata tezja ime ka gjithë. Po. Badanok i babës temë. Ere, me gjetën e u martu me ta. Edhe, a ma mirë ish me gjithë veta me mësit? Jo, vëllaj, me mësit, po, se
ka dikush që motra ime ja gjanë për shembull mësiti, po unë e kom pa ta. Ere, ka dikush që ja gjanë mësitin, e se qëta të janë në të gruën. Ka do ka komunja prezanit, janë vratan në veti. A një që u martu, dy kam sakat. Ko ka një gruja vetë, ko ka pa. Ai, të ko ka pa mua, ik nusja. E tani të vrahan në veti. E aja është, qetra kohën, qetra në tashi. Tashi për shembull po më pëlqen mua, për marë, po bajnë smi, po bjen fjala, pëlqoj, pse? Su më ka gu musha. Çka vjen dhe i të ndarja? Kjo të të darja, unë të thamë, është pashtarësia jonë, që kjo shumë ja robe. Po, do të me dinu djallin. Se, nuk të ka faj. Nusja, ta që ti për shembull baba jëtë me thonë më se merë, që do të me thonë babë më ka përqy, bia ime, merë veç e pas vetin qafë. Po, sa të ashtë, nuk po të qyën kërkush për mota ime. Qysh duhet me rujt një martes për me kalu një qeft mirë me zveti? E më i motra ime, thonë shenë për para plesh, ku të bënë qënë turë, unë gjë po shosë të hajnë qënë. Vëllaj, po të hangshin e po të shkryshin. Po të hangshin e po të shkryshin. Çfarë kuptimi e ka pas kjo fjallë? E, se thonë shenë një joni, tha, shkojnë me pa. Kujnë me pa, Zotë ju lash nështë të fanë me ndetë, po kush ka dek? Ka dek filoni. Jo, be po, jo nuk u marta me pa për qetrin. A i gjallë isha i qetri. E këtu, ata ka pas hajra, e thad motra ime, e shka i shisha, e varrot, thad, nete shtatat, e të shko shpi. E qaqë. E tash që po ndohen, a kina i kshilë për ta? Qysh duhet me rujt një martes? Oj, motra ime, po dohen, po shtërëcia kjo motra ime. Po shtërëci. Po dohen, po s'ka nera ajo, që e merë një robin, e me lëshu, ajo po shtërëcia është. Po zoti në pështoft. Qaqë, E matë... grus për fond, qka kimi thonë? Gruja fane me dhe për i thajna që 25 një vjetë jam martu, atë ma ka këthuj fjallën, atë ja kom këthuj fjallën. Qaqë. Rinin e sodit? Rinia sodit, mija, po ere jo mija. Fabrika të mshelen. Ku me punu rinia? Fabrika të mshelen, ta shi ta për shemet, po bjen fjalla për gjithë dhejtin. O, bata, mi punë të poplin, se kohë që shtu, asë një së tromet me të. Qaqë. Një njeri i dashur, për të gjithë ata që e njën. Një person që shpesh i qëndron të pranë të tjerëve dhe i mbështeste në momentet më të vështira. Jeta e tij nuk ka qenë fare e lehtë. Pse? Ka kaluar përmes shumë sfidave dhe periudhave të vështira. Gjithmonë ka pasur guximin dhe forcën për të kaluar ato me dinjitet. U martua me një grua, së bashku ndërtuan një dashuri të madhe, një lidhje që pasqyronte sakrificën dhe përkushtimin e tyre ndaj njëri tjetrit. Gjatë periudhës së luftës, kaloi për një periudhë shumë të rëndë, por gjithmonë ka ruajtur krenarinë dhe dinjitetin e tij. E gjithë historia e tij, aty ku ka shkelur në çdo rrugë të vështirë, ishte një mësim në jetën e tij.